Na duhet të presim certifikimin e plot të rezultateve. E dyta, na duhet një mbledhje në kryesi të lëvizjes vendosje, sepse qartazi propozimet tona i kemi pasur për legjislaturën e 9. Tash në legjislaturën e 10, kur t'i marrim të gjitha rezultatet, nuk ndryshon programi edhe orientimet, ato i keni në premtimet edhe zotimet tona gjatë fushatës, pa do t'jetë bashkë përbërja identike, nuk e them dot tash. Natyrisht edhe nëse përbërja është identike, aja e kërkon një rikonfirmim në livë. Unë nuk besoj që mund të ketë ndryshime të mëdha, asaj përket çështjes rizgjedhjes së presidentes ose zgjedhjes së presidentit, padyshim që ajo është hapi i tretë. Njëherë është konstituimi i kuvendit, shohim përbërjen e deputetëve të secilit grup parlamentar, pastaj është formimi i qeverisë, pastaj vije edhe ajo. Por para se të bëjmë çfarë do, besoj që do ta kem një takim në fillim të vitit të ardhshëm me presidentin aktuale zonjën Vjosa Osmani dhe aty madje do të diskutojmë cilat janë shanset e mundësitë përpara, sepse qartazi na duhet që të qëndrojnë 80 veta në sallë dhe kjo ndonë se tash mund të duket një çik më e lehtë pas rezultatit të 28 dhjetorit,